Tha mos sill rreth vdekunit. Domthonë me sa kuptova kjo ishte pyetja, nuk ka bazë me u sill rreth vdekunit, nuk bën me u sill rreth tij. Domthonë i vdekuri shtrihet i kthyer ka kibla, mbulohet derisa të vijë koha me qume, domthonë derisa të vijë koha me qume e pastru, me përgatit dhe me e vorros. Gjatë qëndrimit në shtëpi, domthonë nuk ka ceremoni në raport me të vdekunit. Disa njerë për shembull thonë s'bën me lënë natën vetë të vdekunit. Ana dikur rrin sop me të. Pse s'bën me lënë vetë, çka kokale? Ai as nuk e din qeti aty, as i kryen punë kur gjë. Absolutisht. Prandaj me flet me vdekunin, me nejt dikush me ta, nuk vë me lënë vetë, janë besytni të panevojshme. Mos sill rreth tij janë besytni. E shumë besytni që janë tek ne fatkeqësisht në raport me të vdekurin. Vdekuri thash, realisht shtrihet në drejtim të kiblës, mbulohet i tëri dhe pritet derisa të vijë koha me dërgu me ela dhe me mbërthirr me çefe dhe me afal gjenazën dhe me vorros. Është e kërkuar që me nxitu vorrimin e të vdekurit. Jo me lënë gjatë në shtëpi. Sa më shpejt e mundshme me vorros është e kërkuar. Do me nxjerr nga shtëpia sa më shpejt, me la, me çefinos edhe me e fal gjenazën me vorros. Disa njerëz thonë pse po guti me qit për shtëpisë. Ose ka vënë në shtëpi ai mu. Disa e lidhin me atë punë, pse apo i pengon, pse ka shpëtuar me qit për shtëpisë, e lidhin këtë punë me aspekte emocionale të pavenda, s'ka lidhje kjo fare me atë që po flasim ne. Wallahi me pas nevojë njerëz që kishin marrë shtëpi me vite, kush ka qef me nxjerr dashnë vetë për shtëpisë. Ka marrë fund të tëra, ka vdek njëri. Ka vdek gruaja, ka vdek burri, ka vdek nëna, baba, ka vdek. Duhet sa më shpejt mi vorros. Sa më shpejt, kështu është porosia e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Derisa bëhet koha me vorros, thash, duhet me e mbulu dhe kaq. Familjarët afër, s'do më zbru fytyrën me për shembull me pa, dikush ka ardhur pi largut, se ka pa, edhe me puth lejohet, por jo me vajtu, jo me udh me të, jo me kaq me të, nga se gjitha këto e dëmtojnë të vdekunin, nuk bën. Kaq lejohet me bo. Ma tepër, gjitha tjera që i përmena edhe ka shumë tjera janë besytni të panevojshme që nuk ka lidhje me fen tonë.